Mirëdita të gjithëve, faleminderit. Edhe një herë më duhet t'i uroj mirëseardhjen për herë të 5 në Tiranë, në Shqipëri, një miku gjithmonë më të vendosur edhe të çmuar të Shqipërisë, por edhe të Ballkanit Perëndimor, mbështetës i palodhur qysh në kryet herës, i kryeministër i Portugalisë, i procesit të zgjerimit Bashkimit Evropian dhe të bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, dhe sot në cilësinë e presidentit të Këshillit Evropian, në një tjetër cikël takimesh në Ballkanin Perëndimor, përpara takimit të përbashkët që do të kemi mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në pak ditë në Tivat të Maritzi. Mirë se erdhe i dashur Antonio. Është gjithmonë kënaqësi jo për protokollin dhe as për mikpritjen e pakushte, por për faktin se çdo takim me presidentin është një orë, 2 orë apo 3 orë mësimi. Dhe mësimi nga një eksperiencë e madhe dhe patjetër edhe nga një njohje e thellë e çështjeve të Europës, e çështjeve të botës, e çështjeve të ekonomisë, e çështjeve sociale, e kështu me radhë. Por unë dua ta falenderoj sot Antonion posaçërisht për angazhimin e tij të vazhdueshëm dhe për mbështetjen e palodhur edhe përpara se sa ne të realizonim praktikisht mbylljen e fazës parë, ose më saktë mbylljen e fazës së çeljes kapitujve me konferencën ndërqeveritare të pak ditëve më parë dhe hapjen e fazës së mbylljes së kapitujve në një kohë kur të gjithë bashku përballemi me shumë sfida që nuk janë sfidat tona individuale, por janë sfida gjithmonë më të përbashkëta. Dhe po ashtu ne ndajmë plotësisht me presidentin bindjen se pjesa kryesore e punës sonë këtu mbetet puna jonë, që do të thotë ne kemi detyra për të përmbushur, jo për hir të Brukselit, apo Berlinit, apo Parisit, po për hir të përmirësimit të performancës së shtetit, të institucioneve, të pushteteve të pavarura në Shqipëri. Dhe sigurisht që tani në këtë fazë theksi kryesor është zbatimi i atyre reformave që janë kryer me sukses, apo i gjithë këtyre ligjeve që do të vazhdojnë të hyjnë në trupin e organizmit ligjor të Shqipërisë nga aki komunitar apo trupi ligjor i Bashkimit Evropian. Natyrisht që është një proces me shumë sfida, me të drejtë presidenti na ka sugjeruar që të rrisim përpjekjet për të njohur publikun e gjerë me të gjitha këto sfida që shoqërojnë çdo hap që ne hedhim përpara. Kemi folur për eksperiencën e Portugalisë në momentin përpara dhe pas hyrjes
për eksperiencën e fermerëve, për eksperiencën e prodhuesve të verës, për sfidat që ata patën për t'u adoptuar, sfida shoqëruara me dhimbje, por pastaj të pasuara nga sukses dhe rezultate shumë më të mira për fermat e tyre, për prodhimet e tyre. Ajo që e bën të vështirë që unë të zgjatem është se ne kemi dakordsi 100% në të gjitha çështjet. Kemi dakordsi 100% për sa i përket detyrave që ne duhet bëjmë. Kemi dakordsi 100% për sa i përket domosdoshmërisë që të ecim me këtë ritëm dhe të fillojmë me mbylljen e kapitujve. Kemi dakordsi 100% që të bëjmë çmos që rajoni si tërë të funksionojë si një kolektiv bashkëpunues. Dhe kemi dakordsi 100% që të gjitha këto janë më të lehta për faktin se në këtë rrugë ne s'jemi vetëm, por kemi një partner të jashtëzakonshëm siç është Bashkimi Evropian dhe kemi një burim të jashtëzakonshëm dije siç është procesi i negociatave dhe i ndërveprimet me Komisionin Evropian. Kështu që unë nuk dua të zgjatem më tutje dhe s'kam dhe si të zgjatem në fakt se s'kemi asnjë problem, asnjë shqetësim që na ndan, kemi vetëm shqetësime që na bashkojnë. Dua ta falenderoj edhe një herë miqësisht dhe përzemërsisht presidentin, t'i kaloj fjalën dhe pastaj natyrisht t'i përgjigjemi dhe pyetjeve përkatëse të gazetarëve të pranishëm. Well, first of all, dear Eddie, thank you very much for your warm welcome here in Tirana and for your hospitality. It's always for me a pleasure sepse për mua është gjithnjë kënaqësi që të vi në Tiranë dhe sot unë vlerësoj dhe përgëzoj vendosmërinë e Shqipërisë dhe përpjekjet e saj për t'u bërë shtet antar i Bashkimit Evropian dhe kjo në saj të në veçanti rolit tuaj, Edi, një rol as pak të vogël sigurisht dhe angazhimit tuaj personal në këtë proces. Javën e shkuar, ashtu siç e konfirmua pra edhe në konferencën ndërqeveritare, ne e pamë ecurinë e Shqipërisë dhe Shqipëria në fakt ka përmbushur piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e parë të çështjeve themelore. Kjo tregon që shtetet anëtare kanë kuptuar dhe vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të vijuar dhe për të ecur përpara më tej në antarësimin dhe rrugtimin e saj pra drejt BE-s dhe ky është fillimi i një faze të radhës, një faze tjetër e cila është impenjative, e cila do të përqendrohet tek çështja e zbatimit dhe tek historiku që do të ketë Shqipëria. Dhe siç e thoni edhe ju shpesh, edhe këto reforma më shumë se sa kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian janë në fakt zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Që do të thotë që një angazhim i vazhdueshëm i prekshëm politik për sundimin e ligjit dhe për ruajtjen e një gjyqësori të pavarur dhe llogaridhënës janë themele thelbësore për antarësimin në BE. Ju inkurajoj që të përshpejtoni përpjekjet tuaja për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkimi Evropian është në fakt partneri më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor dhe i Shqipërisë, është edhe investuesi kryesor dhe partneri më i rëndësishëm tregtar. Bashkimi Evropian mbështet praktikisht ecurinë e Shqipërisë, që Shqipëria të jetë një vend i begatë i sigurt me anën e projekteve konkrete dhe politikave të tilla, si për shembull qasja që ju tashmë keni në zonën SEPA të pagesave në euro, ndërkohë në formë graduale ju po integroheni në tregun unik të BE-s, në programin e roamingut ose Roam Like at Home, apo në skemën zbulohe kurudhat e BE-s. Pra, antarësimi në BE është shumë më shumë se sa thjesht të jesh pjesë e tregut unik, do të thotë që ti bëhesh pjesë e një bashkimi politik i cili është ndërtuar në bazë të disa vlerave të përbashkëta dhe të zgjedhjeve të rëndësishme strategjike. Bashkimi Evropian ka sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në kontinent për të gjitha shtetet anëtare.
nëpërmjet institucioneve të forta demokratike, por edhe lidhjeve të forta ekonomike. Zgjerimi u ofron këto mundësi, pra të njëjtat mundësi fëmijëve tanë si Shqipëria. Por, në këtë kohë, plot pa siguri gjeopolitike në mbar globin dhe pa stabilitet ekonomik, më shumë se sa mundësi, zgjerimi është gjithashtu dhe një domosdoshmëri gjeostrategjike për Europën.